civilizimi islam në Shqipëri është integrimi i asaj që Perandoria Osmane gjeti në Shqipëri dhe i dha kahje islame. E bukura e Perandorisë Osmane ka qenë që nuk ka qenë birse, nuk ka qenë rrënuese e civilizimeve, ka përfituar nga civilizimet e tjera dhe mbi to ka ngritur dhe ka vazhduar civilizimi me kahje islame. Duhet ditur fort të mirë, islamizimi i shqiptarëve nuk ka qenë një proces jo i menjëhershëm, ka qenë i zgjatur në kohë. Pra, shqiptarët nuk u bën musliman vetëm me pushtimin, por se ka vazhduar deri dhe islamizimi masiv i tyre ka qenë diku nga shekulli 17, mos qofsha gabim. Kështu që në civilizimin islam shqiptar ka ndikuar dhe pasuria që ne kemi ta shërbu nga brezat tonë të mëparshëm. Sigurisht duke njohur që Islami e pëlqen të bukurën dhe i jep asaj vlerën e saj në teologjinë islame, gjithmonë është vendosur ke dy baza kryesore, ke ilmi, ke shkenca, ke dijet, sepse është pjesë integrale e rëndësishme e fesë tonë, dhe tek shkrimet.